Informacion dini tot. Jakovas në diasporën e Prishtinës aty ka Tomi. Shërën gol Samona. Ej. Manu, edhe vjen mysafir edhe thot shko merri Samuna. Ai. Kjo vish me kalu nga Gjakova nuk mund të unë në Samuna. Vish me kalu. Nëse na i kush ju ka bo tërpin këtë Kosovës, është që E vërtet. Shpendi vendosi kupjet. Yes. Rripin e sigurimit. Sepse tash va. A bën fol një disa ta honin. Ai, pritë zot, vit sot ta shohim herë. Ja, nuk ka normale kjo. Mërejti. Pritë herë, na lo ka dole herë. Mira. Kërkuj që duja heq. Ai pritë zot. Ja, çfarë ndodh me Gjakov? Ki kisha thënë, a bonit fola? Po në të fola, ma në fund ta erdhën furrën tonë. Ti ka po të shkënë për furra atje. Po. Oj, pritë zot, shpendi, shka bon më një që mbjeton të ashtë i këtu. Zdi gjo, valla, vish, unë me pra zollën e kom pi. Që të shto shtu? Hajde. Çfarë intervista? Nuk ka për intervist ma të fort me Samun me Sugjuk. Shpend Lila apo njoni prej drejtuesve kryesor të Innovation Center of Kosova. Po, Shpendi në ICK-s. Qendra Inovative e Kosovës, ICK për ndryshe, e cila ka bazën edhe në Jemi në Gjakov. Prishtinë, po kemi aktivitete në këtë Kosovën. Linda, trash mu pak. Ka dole. A kuptova me Lindën? Po. Linda është tash bashkë me mu, Ju dëgjova edhe në kertuar rrugës. po të kena prezentu mirë si për Na ka faqës dëgjuar dini. të prit mos e kena shoh nga sa. Jo. Unë nuk e di shka me, do më thonë, folni, vazhdani. Si e? Ju faleminderit. Si që tu kalu? Mirë shumë që apshet që i pruna dilin. E vërtet, sa kështë të thonë. Ke vëllëzë kam edhe mendimet e di. I pruna dilin, se na vynë se dhe kemi një aktivitet bëjegit malë në Gjakov. Qëllimi është edhe Linda. Kosova shumë e vogël, kështu që na kemi vendosur mos zgjënu pak me aktivitete qendrës edhe në qytete tjera. Në dhjetor vitit kaluam e nisëm bashkë me diasporën e Gjakovës në Prishtinë, që kryesisht janë udhëhes të kompanive të ICT-s, një nisë që quhet Gjatek, për me sjell ose për me kthy kontributin e Gjakovarëve të Prishtinës. Kontributin e Gjateksit mi këtu. Gjatekit. Se në fakt Pish aty ka ardhe emni na e na kapën Gjatex, po e kena bu teksin tek, kështu që nashta e dim që Gjateksi nuk kthehet. Ka ndrru dhe industria, kështu që Gjateksin e kena bu tek. Qëllimi është me kthy disa nisma që kanë bëjnë me teknologji, me inovacion në Gjakov. Jemi shumë, ka shumë kompani me 10 kompani që udhëhiqen prej Gjakovarëve në Prishtinë. Pse në Prishtinë, për shkak se është baza dhe qendra kryeqendra e Kosovës, po edhe që kompanitë janë kryesisht fokusuar atje. Po jo domosdoshmërisht, sidomos mas pandemisë, ekziston mundësia që më u kthy. Kemi Jakova Innovation Center, e kemi bënë vetin, ka hapësina të mjaftueshme, ka vullnet edhe komunës më ofru edhe hapësina tjera. Kosova është e vogël, në poshtë tash rrugës që është ndrejsh bëjegi mirë, ti për një orë jam e kerr në Prishtinë ose në Gjakov. Kosova është shumë e vogël, që nuk ka nevojë më bardh. Unë besoj shumë shpejt që në minimum 3-4 vjet që vinë, sidomos Gjakovarë që janë lindën në rrinë Gjakov, po që për momentin janë në Prishtinë, kanë më u kthy edhe me zyre kënej. Nuk të vynë me kohë fizikisht, produktet dhe shërbimet që kryen janë online, ty një klient, një zyre e mirë, ofër shtëpisë, lirë sa mund në Prishtinë ski, kështu që Shpende për ndryshe komplimente për iniciativen, edhe për çët ide se për ndryshe është jashtëzakonisht e mirë me pas zhvillim pakës edhe qytetet e tjera. Unë e kom thonë këto shumë kohë ma herët kur në shumë intervista që nuk ka nevojë, nuk është e domosdoshme që gjithë më fokusu edhe me ngulfat këtë qytetin. E vërtet edhe sidomos mas pandemisë, kur e pam që edhe po bëjke po online, po bëjke pa printu, po bëjke pa shku takime. Sidomos mas kongres gilet edhe pa ty po bëjke. Edhe pa ty. Dhe më thonë që sidomos në pandemi po që nuk kena nevojë me shku mu taku dikon, mu taku online, shërbimet janë kryesisht online, ty vish një vynë zyre të mirë, internet edhe qëndrueshmëri e rrymës. Thonë çkaq, Gjakova i ka krejt, e ka klimin, e ka ajrin më të pastër se Prishtina.
qyteti është më i afruar, Fëmijët kur shkon në shkollë i merr nuk pret ka 6 orë. Nuk ka 6 orë edhe është i jetshëm, domethënë qyteti i rrafsht, në cilin mundosh me funksionu bajeg i mirë. Unë e shoh që në 4-5 vjet që vijnë ka me pas gjallëni hala më të madhe, sidomos kur të rregullohet rruga për Prishtinë, që njerëz nuk kanë nevojë më shkojnë ku fare. Tash ka edhe universiteti, domethënë nëse kthehemi 10 vjet mas, Universiteti Publik i Prishtinës ka qenë arsyeja kryesore pse Gjakovo të nën Prishtinë dhe kanë mirë Prishtinë. Po. Thosë kur vjen me studiu 3 Mirë kanë ardhur dhe kanë themelu, mandej. Mandej hacë përrim do ditë, ti mësojmë. Qysh më shkon në shkollë, pastaj hacë përrim këtej. Tash Universiteti Publik është në Gjakov, Femia Goni, po shoh që çdo vjet po qenë katedra të reja, tash ka edhe fakultetin e inxhinierisë elektrike, më duket inxhinieri, kështu që ata që një kohë kanë ardhur Prishtinë nuk ka nevojë me tash ideja me shumë me plus studentat që qyteteve tjera me pas katedra që nuk ekzistojnë në Prishtinë. Unë e moj në men që punoj sidomos në zhvillimin industrial Gjakovës, si Gjakova kur në secilën dalë i ka 5-6 fabrika, ku në qytete të vogla. E moj në men që shtëpia që i kena pas të vogla jashtë janë kohën dhomat banimit për qytetarë që kanë ardhur me punu në Gjakov për qyteteve tjera. Domethënë këto janë punë bujtina. Unë vonë ko marr vesh që secila shtëpi e madhe Gjakove ka edhe një dhomë të vogël. E kur e kam vetë në familje kanë thonë që këtu kanë ardhur njerëz prej Rovecit, prej Pejës, prej Zërzës, kanë punu, kanë flajt, edhe në Shkumadin kanë punu në Mindorak ose në Model ose në qytete tjera. Do të thotë që nëse e shihni secila shtëpi e madhe ka një të vogël një dhomë jashtë ku kanë bujtin për mësues. Kurse harroj mandej dikur ato kanë vjetru, dikur ato të më kaluan ai parë. Se kanë bërë si shtëpia të vjetra. Domethënë çat shumë ka pas zhvillim sa që desh me importu njerëz punëtor prej qyteteve të tjera për shkak se pothuajse secili qytetar që u kon mosh madhore u kon i punësuar në Gjakov. Alil Demiri prej Anglisë po thotë mirëmëngjes jeti dhe Linda, po mdoket që Linda e lexoi edhe vetit gaforrën. Po thotë rreth çika mirë në shajën tonë mirë, edhe që shajën tonë dita e mirë, po thotë ditën e mirë nga shipot e Londrës, ditën e mirë shipo nga Londra. Gjithashtu kemi një foto këtu na ka dërgu Nora rrugës që është për Gjermani, Budapest. Rrugës të na dëgjua emisionin shpendi, domethënë për Gjermani të shku rrugës në Kert të dëgju. Kemi dëgjues nga anën mban bota, që Finlandën, Gjermania, Konstancë, e shumë vendet e tjera. Shpendi, domethënë çtash është fokusim të trit është fokusi për momentin. Tash sa dimi ardh apo stafat për një aktivitet që një korporat. Ja bëj pyetje të gat, unë ky folën e pa. Ja të do të ka prej pak trash këtu. Kush? I ka prej për emision. A të shko nesër të kalzoj. Ja, Kiki, gjithë i prejnë trak. Faleminderit Kiki shumë. Në fakt sot jemi ardhur për një punëtori gjysditore që kemi marrë në amfiteatrin e shkollës mes muzikës Prenk Jakova. Kemi fol pak për AI, për shkak se është një mjegull mes të rive edhe gjeneratës teme, po 10 vjetës se shka ka vjen shumë shpejt ka ndryshon. Jo ndikon për mi 500 vegla të AI që përdorem, na kur folim për AI, po folim vetëm për ChatGPT-n, po janë edhe disa vegla tjera. Sot jemi ardhur me kallëzu të rive studentëve nxënësve të Gjakovës, kam janis, kam u ka, për shkak se është një oqean me informata. Qëllimi jonë është vetëm udhëzu ata me orientu pak, shka i vijnë për punë, shka i vijnë për studime. Qoftë ChatGPT, qoftë Gemini, qoftë Groku për Twitterit, për Elon Musk, domethënë veç pak më dhon informata që më drejtuan karrierë. Kemë fol pak edhe me Shenaj Shalën, që është eksperte e prezantimit publik, ka qenë shefe protokollit në zyrën e kryeministit Kurti, kam na tregu pak a shumë për body language, gjuhën e trupit, për një farë fjalimi motivues, por edhe gentin e kemi që kam fol për aftësitë e buta, përgatitja Anita Shala. Kam me tregu çu përgatitet njërin për intervistë, çu përgatitet CV-ja, domethënë aftësitë e buta të komunikimit që i vijnë trive tonë për shkak se janë një gjenerat që janë kryesisht brenda ekranave, edhe që nuk janë shumë të dalën përpara masës ose para njerëzve. Kështu që kemi vërej që kanë një farë treme, domethënë qëllimi është mi shliru ata. Nëse kur gjos kemi mësu sot, të paktën kemi vështime me nu në disa prej aspekteve që ata nuk kanë pasur as në gjuhë. Në ora sa shpendi? Prej orës 1, presim këtë ata që nuk kanë regjistruar online, për shkak se regjistrimi ka qenë online, regjistrimin manual e bujmë në hyrjen e shkollës. Kështu që sot na nxen, sa më ngushtë aq më gjën. Hapësina e madhe është. A është në moshë përcaktuar? Prej 16 deri në 30, kështu që na besojmë se kjo moshë ka nevojë më shumë për këto, por edhe më të rrjetë më të vjetër që vijnë
në plan se kemi me kthy kërkon. Normalisht. Sot na nxen aty për shkak se në tjetër ky fillim me aktivitete të tjera na i bojmë nështë edhe si një model, si një shembull që edhe kompani tjera marrë, jo vetëm në Gjakov, me shku edhe Prizren edhe me intervista në Gjilan dhe në Soherek, për shkak se me të vërtetë qytetet sidomos më të vogla se këto 7 që e madhe, çalojnë shumë aktivitete për të edhe na, po besoj e kemi për obligim për me i shpërnda këto me qenë sa më gjithë përfshirës. Çka përfitojnë përveç njohurive të rita? Marrin Po sot kemi me i dhënë informata që mjafton mu taku me njerëz. Na nisë kë kemi bursa, kemi trajnime për qika, për djemë, siguri kibernetike, gjuhë programuese, më thonë mjafton me u taku me njerëz, me tri mënyrë që me shpërndaj qatë informacion. Do më thonë qëto janë, na edhe me komunën e Gjakovës kemi fillu edhe vitin e kalum diskutime që si komunitet me ndihmu në digitalizim shërbimeve. Kjo ta quhet Smart Cities, që mu i më bo për kompanive që janë Gjakovarve në Prishtinë, po edhe në Gjakov shumë lehtë zgjidhje digjitale, qoftë për parkingjet, qoftë për ndriçim, qoftë për shtrirët internetit, po edhe gara ndryshme që kanë bojnë me përmirësimin e jetës qytetarëve të Gjakovës. Për gjithë ata që nuk janë të informuar, nëse mundesh më na tregu pak për Qendrën Inovative të Kosovës edhe cili është misioni i saj. Qendra e Inovacionit të Kosovës, ICK, është themeluar në vitin 2012, tash kemi një vitin e 14, është më e madhja në Ballkanin perëndimor, sa i përket ndikimit të komunitetit, jemi më e vjetra. Është interesant që jemi poshtë vetëm që për në 24 shtatë, domethënë ICK nuk mbyllet kurrë, për shkak se komuniteti, kompanive të na punojnë me time zona ndryshme. Qoftë me Amerikë, me Evropë, edhe në Azi kemi edhe me Tokyo që punojnë. Kështu që nëse ka ICK edhe në 12 natës 1 mëngjes, do drita janë dhejës, për shkak se janë komunitet që punojnë. Qëllimi është me ndihmu biznese startup, me aftësu ata në aftësitë e savmes. Për momentin për 14 vjet kemi trajnuar diku 15.000 persona në gjuhë ndryshme programuese, siguri kibernetike, industri kreative, me cilë masena i lidhem edhe desh një ngo pak që sektori se numri i kompanive rrit shumë, punëtor ka pas pak, kështu që qëllimi jon ka qenë që me trajnu njerëz edhe veç me gjujt në kuptimin e mirë fjalës të kompanitë në mënyrë që mi mush ata me kërkesën që kanë. Është shumë interesant, është në një kohë tjetër, në një modernizim tjetër, është e njëjta procedurë që ka ndodhur para shumë vjetëve, apo mas luftës dytë botërore, ku e dim shumë mirë që analfabetizmi ka qenë 95%, shkollë shumë nalt. Domthonë, njëjtën procedurë e kanë bërë edhe sa asaj kohe, cilët kanë qenë gjithë për Gjakovës. Interesant. Edhe kanë eduku, kanë shkollu njerëz dhe kanë hapë nëpër Kosovë. Domethënë e kanë hapë shtypshkronjat shqipe, kanë hapë shkollat e para shqipe, e kanë çu shokë me që dashamirë rreth çka kanë pas mundësi me i shkollu në Gjirokastër në Shqipëni, edhe cilët i kanë obligu me ardhë edhe me shpërndas, sidomos në fshatra. Kush ka pas vizion e ka di që arsimimi është qesë kryesor për një kryengritje të më vëshme edhe intelektuale edhe njerëzore më ndryshme. Po shumë interesant që po thuj se njëjta procedurë. E njëjta veç tash jemi him pak në teknologji, domethënë qëllimi është pse është shumë e rëndësishme çka e bëjmë na ide është që jo vetëm në Kosovë, por këtë botën sistemi formal i edukimit është pak më i ka dalë shumë përshtat me kërkesat e tregut. Se do të mund të rul libra te kurrikula. Sistemi formal përgatit për diçka që aty në intereson. Domethënë, jo ty që të intereson. Domethënë, na jemi hidh pse nuk po pratisht, domethënë, ChatGPT-ja tash i bëni 3 vjet, domethënë kaloi shumë shpejt. Thonë janë të ardhur diçka që shkolla s'e mëson, kështu që na shka bëjmë me qendrat e inovacionit, po edhe ICE, edhe Boneveti, edhe organizata të tjera është që pjashtojmë që pjesë që mungon prej puzzle në çast sistemi edukim. Në atyre shkolla ata mëson matematikën, bazat, algoritmet që ty dynë si programer. Po. Kështu që sa më e fortë shkolla, sa më e fortë matematika është fillore të mesme, te na brumi më i gatshëm dhe më i mirë për me kontribuar mas ne. Kosova për momentin e ka 40.000 staf të inxhinierëve të sektorit të ICT-s, edhe ka 2500 kompani, që dikun e ka 400 milion eksporte në shërbimeve në vitin e kaluar. Po pritet që në 2030 me shku 1.2 miliard. Kështu që na deti skemi, na konsiderojmë që ICT-ja, tekstili, metalet dhe industria e drunit janë sektorët kryesorë zhvillimit ekonomik. Definitivisht. Përndryshe Shpendi e ke pasur perspektivën tonë në Tokyo, që e përmend edhe Tokyo. Bashkë më intereson pak se çu shkeqe. S'kemi fol as privatisht për këtë temë. S'kemi fol. Japonia është i ëndër
Unë Është botë tjetër. Është komplet botë tjetër, çka më ka bë përshtypje, kom menuar që janë shumë të avancuar në sektorin e tekut, teknologjisë, po kom pa shumë pagesa cash, domethënë është pjesë e kulturës. Tjetra është që nuk I dojnë të fort hujt. Për shembull, ne tentova me shku më regjistru me një gym, sa nejta atje 2 muaj, po nuk lojnë nëse si japonez. Domethënë shumë gjakovari. Se kam shërë syt me izolira. Jo, më ka bërë shumë përshtypje që nuk kanë qef hala mu përzi kështot me të hujt, po edhe në pjesën e startupave janë mrapa, për shkak se nuk kanë nevojë, se I kanë industrinë e automobilave kanë tepër zhvilluar dhe njëri si të përfundon fakultetin punën e ka të sigurt. Po e ka një problem shumë të madh që është plakja. Domethënë plakja është shumë e madhe, familjet e reja nuk kanë fëmijë hiç ose s'dojnë me pas se kanë veç një. Që llogaritë që është një problemeve demografike është tash 128 milion, po që kanë më rënë 100 milion shumë shpejt. Më thonë që ta e kishin frikën seminar. Po përvoja kom fantastike, unë e kom pas fatin me shku me vizitu qoftë prej Panasonicut, e Lexusit, e Toyotas, do më thonë kemi pas një përvoj shumë interesant. Unë kur e kom pas një takim njerë me një japonez, normalisht, me përkthysin e vet, ja pa davon një pyetje që ma pa të marrë shumë inatin. I thash është e vërtet që japonez shojnë troubled. Po. Pa nuk po të kuptoj. Ai mendoj që po ja bëj pyetjen seriozisht, unë e bona ai gore, kuptohet. Tash japonez shojnë troubled. Ajo, s'u të kuptoj tash, po kështu po ti bën dhe me gati që she pak si troubled. Po. Ishim pa të këshyr, shtë. Që se më rrehi karate. Blej apartament me kredi në fshatin e Gjelbër me vetëm 5.000 euro pjesëmarrje. Mundësi financimi me BKT Kosova deri në 25 vite, pa hipotek shtesë dhe me norma të favorshme interesi. Përjeton një standard të lartë dhe kushte ideale për një jetë brenda një komuniteti të organizuar dhe hapësire të Gjelbër. Investoni në një jetë më të mirë. Investoni në fshatin e Gjelbër. Me pas me nashtru dhe vendet, qëtash? E me do me Shpendi për ndryshe që shpëndihesh në studion tonë. Na jemi këtë live, qëka live? Une veç me faktin që jeti të prezent, e na jemi që shumë vjetë, po nina shumë mirë, po kur nuk më pas mundësi me folë. Edhe kur se na taku ma herët. Gjithë në rramje. Gjithë natën na taku, gjys blur, gjys. Kështu. Për ndryshe jemi këtë live me njerëz, me pemë, me natyrë, është ambienti tepër I mirë. Është ndër qytetet e rrallën ashta bashkë me Pejen ashta që kanë park në qendër qytetit. Peja nese, parking I gjakuar. Shpendi, themi pakës tek kjo javë. Domethënë do të jesh gjatë gjithë javës në Gjakop apo sot ditë? Sot e kemi kryesor në ajo dhe kalume kem, të takuam edhe me shkollat, I shpërndajmë disa informata. Trajnimet cilat ne ofrojmë, po synojmë që mu zgjenu dhe që tash edhe Jakova Innovation Center. Po. Valoni sa hase thani sa shumë të mirë, gjenerata ka shumë e faqe, ka shumë mundësi, për shkak se gjenerata jon kemi një trajnime që mos më shkel mina. Nëse tash kanë mundësinë me u fokusu edhe me u përqendru në aftësimin digjital dhe shkëmbim tregut punës. E mira është që kemi sot dush programe, gjuhë ndryshme programuese, siguri kibernetike, dizajnin, animacionet, ka sot dush mundësi që të rritë më orientu në karrierë. Nëse veç e dojnë që të fush, punë ka sot dush, rrogat janë shumë të mira, qoftë me punu për kompani, po qoftë me punu edhe vetë, që tash quhen si freelancers. I ftoj gjithë të ri që po na përcjellin që mu bo pak ma rriqna, me po sa ma shumë pyetje, mu interesu për programe ndryshme që I ofrojnë. Ne të na përcjellin nëpër rrjetet sociale si IC Kosovo, në Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ku do në vetë faqe, ne të kërkojnë mundësi për shkak se mundin edhe mju ik, ndërsa mundësit janë të shumta. Ne të na përcjellin edhe të na shkruajnë për çka do të intereson. Shpendi, atra mu taku javën e kaluar me një nxënës me pa. Çfarë më mendë, janë të përgatitën? Na javën e kaluar kemë në Gjilan, që tashti sot në Gjakov, ka interes shumë të madhe ide, edhe një përparësi e madhe të rive gjenerata të reja është anglishtën e kanë shumë të mirë. Ne jemi shku në kurs, e kemi mësu dikur ma vonë, tashti këta janë të gatshëm, bile disa për tyne ma mirë edhe marrin vash anglisht se shqip. Sidomos gjenerata të reja, fëmijët, për shkak edhe
të mediave, të rrjeteve sociale apo të mediave. Kështu që një përparësi e madhe është që ti gjuhën angleze. E vonë e ko marrë vesh që pej do njerëzve gjuhës që nëse e din gjuhën shqipe, që është ndonjëra më të vështira në botë, për shkak të rrokjeve, zanore, bashkëtingëdorëve, shumë shkronjave, shumë të lehtë kemi mësuar gjuhë tjera. Kështu që për çfarë arsye shqiptarët e kanë shumë të lehtë nëse din shqipen me mësuar cilën do gjuhë tjetër në botë. Për ato edhe jemi shumë të rrjedhshëm edhe në anglisht dhe në çfarë do gjuhë tjetër. Që kjo është përparësi e madhe, po tash edhe kanë qasje në YouTube tutoriala, në kurse online pa pagesë, Udemy, Coursera, cilat po i ndihmojnë shumë në orientim. Është shumë interesant. Djali tam ja ka qit arsimtarja trash në anglisht, se i ka thonë djali jam e ki bo testin keq arsimtarës. I ka ardhur natë. Ja ka qit trash. Unë e hurë, po në mos të taku me fëmijë qasi pyetje kanë dush shumë mirë më përgatitur. Po. Janë tepër kurrështori, janë tepër dishëm, kanë shumë informata përpara, të cilat i lexojnë, edhe që nuk mund me bë bashkë gore me ta. Domethënë ta bëni pyetje. Përpara na thëshin mos bën hop. Këta kanë bë hop. Kanë bë hop, edhe shumë mirë kanë bë për shkak se shkojnë shumë në karrierë dhe në formimin e tyre profesional. Definitivisht. Domethënë numri nuk është i limituar për gjithë ju që na dëgjoni, edhe që keni fëmijë nëpër shkolla në këtë orar ku shkojnë interesim. Një e kry, ne të kryjnë, duhet e 14 kryet paraditja, kështu që nisoni drejt në shkollën e muzikës Prenk Jakova. Ju presim në amfiteatër, një 4 orë të mira kemi me ju shtryë. 4 orë gjatë. Informata, po. Ja vlen. Unë s'pas na mundësi se kam me shku në festival. Edhe ke kalu moshën, ti ke kalu moshën. Unë e vi veshën si fëmijë. Shpend, në shmendon ndonjë histori me neve të ndonjë treu apo ndonjë grupi që ka arrit një sukses që ka përfituar prej ICK-s? Kisha mujt nashta me përmendja 3 kompani që kanë qenë pjesë të qendrës tonë. Ne kemi printerin e parë të Kosovë që është Medi Kosova Formoni. Keni dëgjuar, është printer 3D. E kemi kompaninë e J-Coders me Labbox, Orta Shehu që kanë dalë po ashtu prej qendrës tonë. Edhe platforma Akademia që është një sistem digital antiplagiatur që shfrytëzohet në universitete ndryshme këtë botën për momentin. Domethënë, vetëm me shtim dokumente në studentit kallzon prej kajtë në marrën se ka vjedhje plagiature sa ashtu. Kështu që ka nisma sa të mira, po masena edhe keni edhe kompani tjera të mëdha që jo domosdoshmërisht të lidhen me qendrën, por që janë krenaria e Kosovës, e që është Mërgimi Sahani me Gjirafën, është Hana Qerimi me shkollën digjitale, e kemi Edrin edhe 3D-majin me Code Labs, e kemi Kristianin që po ashtu është Gjakovës me Numarixin. Bone vetin, do më thojmë edhe shkajmi të pa kohëve të fundit, sidomos 3 vjet e fundit është që diaspora që kanë lëshu Kosovën në luftë, kanë bë para, kanë bë kapital, janë të kthy të hap kompanitë si këto. Thonë që ajo është e mira edhe që jemi të evrej që është të kthy diaspora. Se me të vërtetë që kanë thonë dhe më herët kur kush nuk ka shon Kosovën por mos më kthy kur. Kretë shkojnë Kosovën, më rrit, më forcu dhe më kthy atë me kontribut. Definitivisht, sidomos to kanë diaspora në Amerikë që janë. Ata janë shumë qartë. Pa dyshim, këtë diaspora jonë, që është me mendje me zemër të ne, se e dim shumë mirë që vitet 90-a shpendi kur kush nuk ka 80-a, 90-a, diaspora jonë ka dalë për pizorit. Qëllime, për 2 qëllime. Ka dalë për ndjekje politike dhe për një kafshat gojës të familjes që e ka këtu. Edhe me kontribu, po me kontribu për me majt, domethënë një familjar është djeg. A di si letra ku luçi djegët i letë. Domethënë që ajo është. Edhe ata kanë hongër bukë lot shumë vjet. E vërtetë. Edhe çdo sa ne kanë çu këtu. Po diaspora amerikane më ka rënë ndajt me njerëz që janë të moshës mbi 70 vjeç, që hala mendojnë ata nuk kanë më kthy mo, po hala kanë një shpresë kur të kthejnë ata shumë në Kosovë, 70 vjet njerëz. Qëra te diaspora vetëm që ka pas batalion vetin nuk çka. Kështu që të tregon fakti që batalioni Atlantiku jo nis DM3 pse kanë pas jetën shumë mirë në New York. Definitivisht. Po kur ata piç atje të kanë lënë çat jetë ju kthy me luftu në Kosovë, po më duket që kanë njerëz që kemi merituar. Kur i një disa shpendi të fol në media, disa pa lidhje të fol për diasporën, domethënë për mua është e papranueshme edhe pse unë jam këtu. Është mirë një vjet mos më quas në cent, e mos e na ndroj vendimin. Po, bëni të banë. Okej, në rregull, se afori, as dia atë. Shpend po duhet të pyet për sfidat që i keni si qendër apo ti si personalisht si menaxher. Si qendra ka sfidë për shkak se jemi me një objekt privat në Prishtinë, qëllimi është me pas një objekt që është pronë e komunës, qysh është shembulli me Gjakovën, domethënë kjo është bota tash e gati më shumë se 10 vjet
që Gjakova e ka dhuru objektin e Jakova Innovation Center, e ka dhuru objektin e Bonevetit, kur t'ja hektin institucioni si ICK-ja qiron edhe qëndrueshmërinë është shumë ndihmë e madhe. E din që ja që aty 15-20 vjet, edhe mandeve qysh me majt. Domethënë që është sfida kryesore që na kemi në Prishtinë. Tjetra është që fatkeqësisht me vendimin e Trumpit të mshël USAID, na kena pas shumë ndihmë prej programeve të USAID-it. Kosova poshtu fatkeqësisht edhe padrejtisht në fund sanksione BE-s që 3 vjet e fundit, po që na kemi shumë shpresë që po bëj shumë mirë. Edhe nuk na duhet shumë më fokusu në ndihmat ndërkombëtarëve. Kosova nuk ka vënë votën e luftës më. Ne jemi shumë vetëdijshëm që në momentin që kryet lufta në Ukrainë dhe në Gaza, krejt të donatorë kanë me shku atje. Kështu që na duhet më kap me korporatat, me diasporën tonë, me qyr, mos me majt shumë ymyt në ndihma në organizatën e tonë. Po, definitivisht ka koha që me i hap edhe sy e vesh 4 bo. Uran Luzha, miku im po thot Edi thuj shpendit, hajde të shkojmë me bo Samuna e hiqo fjalëve. Uran Jaroni, Samuna të hecen, ç'sha ka met për Samunit? Vesh një gjysëm hone. Unë Euronin si fëmijë mojnë men kur luajsha basketboll në hall sporteve bashkë me Nixën, kolegun e juaj. Euroni ka qenë lojtar i handbollit atko dhe gjithë i mojnë men kështu të kom një pame kur selçën bëjshin vrapime rreth hallëve sporteve. Pe atje të gjë dhe kë u lind me handbollin, rrit me handbollin. Edhe e shoh që e don shumë se kur gjoh postime tjera përveç në bullet nuk ka. Në fakt Urani futboll e kanë pasur shtëpisë me lujt, po ky kap ke topin me dorë. Ajo me kom kap topin me dorë. A di çka aq kon handball, më. E kanë luajtur handball. Urani e kam shumë shok mirë edhe shihemi shpesh edhe kur ka lujt handball. A thash që Samunat domethën kanë me ti përmend. Edhe gjithashtu mirë mëngjes popullate dashur, jeni të si e një përshëndes nga Peja, kaloni bukur në këtë ditë vjeshtë, respekt. Po na thot Elvira, faleminderit shumë zonja Elvir, faleminderit shumë Pola Pejës. Shumë faleminderit. Peja i me zemër dragoj. Ma shunetin? Por si kroj. Kroj, ftoj apo proj? Ne tri pyetje kena. Kroj. Shpendi për ndryshe jam normalisht se krejt gjakovar që veprojnë jashtë Gjakovës e kanë mendjen gjithmonë tek qyteti i vet, tek qyteti i Gjakovës. Po më intereson, a ka diçka në plan të ardhmen përveç kësaj me rinin? Ne jemi edhe çto shaj përmend. Pa jemi të këshyrë qëre mos harro që na kemi kemi taku edhe Ermalin në ditën e ditëve të shqiptarit. Domethënë qëllimi është që edhe na si komunitet me ndihmu që ditët e shqiptarit me shku nivel hala më nalt në vitet që vijnë. Mi shtu disa aktivitete që kanë të bëjnë me biznese startup, me teknologji edhe në kodë të festivalit, pa ja nis muzika në mërame na mujna që ato gjatë ditës mi kry. Me shëndru Gjakovën me një mini qendër kulturore, startupave, teknologjisë, edhe të muzikës e kulturës e të artit. Me thonë, me shudzuë mbredhen e ditëve të shqiptarit për me shtu aktivitetet tjera që janë jashtë muzikës e artit e kulturës. Do me thonë që kjo është synimi jonë që mysafir të ki pa verës e vjetë, o desh me thirë ty në telefon për me gjetë dy dhoma, unë e kur Gjakovën si gjendje se kum pa, kështu që na duhet me shudzu që të momentum që Gjakova ka fillu me u kthy me shpërthy. Do me thonë, kemi pa këtu njerë që Bida ori hinë si më tha veçën vorrimi e mon Gjakovë. Ori u knaq. Shtit me arta në ditën shqiptarit edhe tash e pam që nëse qasi njerë që mirë me gastronomi të njetën e lavdoni qasi nisme, duhet me konë një frymëzim shumë i mirë që edicioni tjetër me konë halama i madhe. Çfarë më mendja, a vendin të rrezikuar qytetet që na i furnizojnë me njerëz. Prishtina. Nuk kemi shka me bu. Na bo me i marr krejt komplet. Na boll kemi menu edhe për tjerë dhe kemi kryej sa dush, nashta duhet më kthy tash te pak fokuse edhe në duhet i madhe i vogël me kontribu. Po unë pesho një vizion, pesho një Gjakovë që s'u kum pa kur më herët, eti ndryshe është kur jeton në Prishtinë dhe vjen këtu. Këtu kur ti je dhe ti jeton nashta mundesh mi vret disa gabime, të pengohen shumë sene, po nëse vjen prej qyteteve tjera e sheh progresin. E sheh progresin, e sheh Qarshin që është të gjallënu, e sheh pjesën e Alipodrimja, qyteteve, bloku i ri, restoranet, hotelet e njerëz e dojnë vendin e vet, definitivisht. E vogël është si kutia, është po them ajrin e ka shumë pasër. Do të thonë që ajo është kryesora në Prishtinë, dush me dalë me maskë edhe mas pandemisë. Po thonë dush për shkak se është grop. Në pandemi dhe si kena vendosur maskë. Se ka thënë një finlandezi, në Finland, në Arbenin e kena prej Finlandës turnia që na shkruan, ka thonë ai finlandezi
Veç pak se dhe dikush na pas ka shkruar kështu. Përshëndetje. A, bon stili? Po, nga bon stili. Po syti pas këtë mirë. Përshëndetje nga bon stili, edhe një video na pas kanë pas dërgu. Ka thonë ai çka isha të thonë, sa rroba? Finlanda, po. Ka thonë ai 2 metra distanca për kësi. U çuni plak. Shka gjithë kjo dashni. Ata ka 10 metra. Lek, ka thonë këtu nga mua frutash. E na kena marrë kundër. Shpendit falenderoj shumë që gjete kohë, që erdhe, që hangën bashkë sa muna. Unë kur ma shumë me një mision mëngjesin si më knoq. Kështu që faleminderit shumë për mundësinë, edhe një për ata që po na dëgjojnë, shikimin ora 1 në fitoatin e shkollës muzikës Prek Jakova. Hajdeni se kemi më knoq. Hajdeni se kemi më knoq Vetëm gjithë së edhe një bashku. pyetje kam për Shpendin. Hajde. Çfarë këshillu jep trive që kanë shumë ide apo e kanë atë ngurimin, a den mos këshilla jonë është ne t'ja nisin, ne dështojnë për ne dështojnë shpejt. Domethënë që kjo është qëllimi se nëse pret veç me pas sukses, duhet më të thonë Dështo ma herët. Dështo ma herët. Domethënë amerikanët e kanë fail but fail fast. Domethënë që kjo është një pse na kena tutën për dështimit. Që kjo është kryesora që me hek që tut, që tram, me dështu mu çun koma pet. Edhe me vazhdu me ide tjera. Hekni tutën se bollmo tu do bëjmë mësuesës, tu do bëjmë qeni, tu do bëjmë macës, tu do bëjmë aty në që i kena për zonë me thupër, tu do bëjmë mos u tut ti. Ju dojmë shumë duke falendëruar fshatin e Gjelbër, hotelin 12, hotelin Kulla Sahatit. Edhe mbëltorën nga Peja në Gjakov, Agusholli, ne ju falenderojmë shumë të gjithëve që patët kohë dhe mundësi me i hub 2 orë të vlefshme nga jeta juaj. Me neve ishte Shpendi, miku im, me samunat e Gjakovës të Kikit, Linda e gjithë dëgjuesit e shikuesit në anën banë botës. Shihemi nesër, ju dojmë shumë, love you forever, ever, 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 ever. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.